преку дискусии запознаваш луѓе кои што имаат слично мислење со тебе, дознаваш различни мислења, различни начини на луѓето кои го гледаат светот. Deri më tani, siç thash, po e shijojmë shumë sepse është vërtet interesant. Dhe përveç se po njoftohemi me njerëz të rinj, po i shkrim ndryshimet tona që kemi, sepse shteti jonë e gëzon këtë laramani të kulturave dhe gjithçka. Prezantimet, temat që po na i ligjerojnë, janë shumë interesant për ne, po na inspirojnë, them me një fjalë, dhe gjithmonë po na përfshin edhe neve të shprehemi të shprehemi veten sa më mirë. Këto kampe mendoj se janë shumë të rëndësishme për të rinjt, veçanërisht për nxënësit, sepse këtu takojnë shoqëri të ndryshme, mund të marrin mendime të ndryshme nga shkolla të tjera, veçanërisht për ne se vim nga një shkollë periferike, shkollë fshati, edhe kjo mendoj se do të ketë një sukses për nxënësit tonë dhe do jetë e suksesshme. Учениците сакат неформални настави, значи да научат да се едуцират преку неформален аспект, значи да се инкорпорира за време на предавањето и забавниот дел, односно да се направат енерджајзери, да се направат вежби, каде што учениците сами ќе се вклучат и ќе си создават своја содржина. На тој начин они полесно си ги пренесуваат нивните знаења. Целокупната идеја е да им овозможиме простор на децата да сватат дека она што не зближува сите нас се заедничките интереси, а не нашата позадина од каде доаѓаме.